Data 13 gusht. 1 Samuelit, kapitulli 3. Samueli i ri i shërbente Zotit në pranitë e Eliut. Fjala e Zotit ishte e rrallë në ato ditë dhe nuk kishte ndonjë zbules të gjerë. Në atë kohë, Eli rinte shtrirë në vendin e tij të zakonshëm. Tani shikimi i tij kishte filluar të errësohej dhe ai nuk mund të shikonte. Llamba e Perëndis nuk ishte shuar ende dhe Samueli ishte shtrirë në tabernakullin e Zotit, ku gjendej edhe arka e Perëndis. Atëherë Zoti thirri Samuelin që u përgjigj: "Ja ku jam." Pastaj vrapoi te Eli dhe i tha: "Ja ku jam, se ti më thirrë." Ai u përgjigj: "Unë nuk të kam thirrur, shko të flesh." Kështu ai vajti të flerë. Zoti e thirri përsëri Samuelin dhe Samueli u ngrit, shkoi te Eli dhe i tha: "Ja ku jam, se ti më thirrë." Por ai u përgjigj: "Biri im, unë nuk të kam thirrur, shko të flesh." Por Samueli nuk e njihte ende Zotin dhe fjala e tij nuk ishte shfaqur ende. Zoti e thirri përsëri për të tretën herë Samuelin, kështu ai u ngrit, shkoi tek Eli dhe i tha: "Ja ku jam, se ti më thirrë." Atëherë Eli kuptoi që Zoti e thërriste të riun. Prandaj Eli i tha Samuelit: "Shko e bjerë dhe në qoftë se të therret prap, do të thuash: Fol o Zot, sepse shërbëtori yt të dëgjon." Kështu Samueli vajti të shtrihet në vendin e tij. Pastaj Zoti erdhi, u vendos aty afër dhe thirri si herët e tjera: "Samuel, Samuel." Samueli u përgjigj: "Fol, sepse shërbëtori yt të dëgjon." Atëherë Zoti i tha Samuelit: "Ja, jam duke bërë në Izrael një gjë që do të shungulloj veshet e kujdo që ka për ta dëgjuar. Atë ditë, unë do të kryej kundër Eliut të gjitha ato që thash lidhur me shtëpinë e tij nga fillimi deri në fund. Po i deklaroj që jam bërë gati të ndërshkoj shtëpinë e tij për gjithnjë, për shkak të paullësisë që e karakterizon, sepse bijtë e tij janë bërë të neveritshëm dhe ai nuk i ka frenuar. Prandaj unë i betohem shtëpisë së Elit që paullësia e shtëpisë e Elit nuk do të shlyhet kurrë me flijime dhe me blatime." Samueli mbeti i shtrirë deri në mëngjes, pastaj hapi dyert e shtëpisë së Zotit. Ai kishte frikë të tregonte Elit vegimin e tij. Por Eli thirri Samuelin duke thënë: "Samuel, biri im." Ai u përgjigj: "Ja ku jam." Ai tha: "Çfarë të tha? Të lutem mos më fshi asgjë. Perëndia veprofta ashtu me ty, madje edhe më keq në rast se ti më fshet diçka nga të gjitha ato që të tha." Samueli ja tregoi atëherë të gjitha pa i fshehur asgjë, dhe Eli tha: "Ai është Zoti. Le të bëj atë që i pëlqen atij." Ndërkaq Samueli rritej dhe Zoti ishte me të dhe nuk la të shkonin kot asnjë nga fjalët e tij. Tër Izraeli, nga Dani deri tek Bersheba, mësoi që Samueli ishte bërë profet i Zotit. Zoti vazhdonte t'i shfaqej në Shiloh, sepse në Shiloh Zoti i shfaqej Samuelit me anë të fjalës së vet. Romakëve, kapitulli 3. Cila është pra përparësia e Judeut? Ose cila është dobia rreth prerjes? E madhe në çdo mënyrë, para se gjithar sepse thënjet e Perëndis ju besuan atyre. Ç'të thuash atëherë? Në qoftë se disa nuk besuan, mosbesimi i tyre do ta hedh poshtë vallë besnikrinë e Perëndis? Kur mos qoftë. Përkundrazi, qoftë Perëndia i vërtetë dhe çdo njeri gënjeshtar, siç është shkruar, që ti të dalësh i drejtë në fjalët e tua dhe të fitosh kur të gjykohesh. Por në qoftë se padrejtësia jone e vën në padrejtësinë e Perëndis, çdo të themi, Perëndia i qen nga i padrejt kur shfren zemrim, flasi njeri. Kur mos qoftë, sepse atëherë si do ta gjykonte Perëndia botën? Prandaj, në qoftë se me anë të gënjeshtërësime e vërteta e Perëndis e lartëson lavdinë e tij, përse unë gjykohem ende si mëkatar? E përse të mos themi si disa që duke blasfemuar pohojnë se ne themi të bëjmë të keqen që të vijë mira? Dënimi i këtyre është i drejtë. E çfarë pra? A kemi ne ndonjë epërsi? As pak. Sepse e kemi treguar që parë se si judejt ashtu dhe grekët janë të gjithë nën mëkat, siç është shkruar, nuk ka asnjë të drejtë, as edhe një, nuk ka asnjë që të kuptojë, nuk ka asnjë që të kërkojë Perëndin. Të gjithë kanë dalë nga udha, që të gjithë janë bërë të padobishëm, nuk ka asnjë që të bëjë të mirën, as edhe një. Gryka e tyre është varr i hapur, me gjuhët e tyre kanë thurur mashtrime, ka helm gjarpërinjsh nën buzët e tyre. Goja e tyre është plot mallkim dhe hidhsi. Këmbët e tyre janë të shpejta për të derdhur gjak. Në udhët e tyre ka rënim dhe mjerim, dhe nuk e ka njohur udhën e paqes. Nuk ka frikë Perëndie para syve të tyre. Por dim se sa thot ligji, e thot për ata që janë nën ligj, me qëllim që çdo gojë të hesht dhe gjithë bota të bëhet fajtore përpara Perëndis,
sepse asnjë mish nuk do të shfaqsohet para tij përmes veprave të ligjit, sepse me anë të ligjit vjen njohja e mëkatit. Por tani, e ndarë nga ligji, është manifestuar drejtësia e Perëndis, për të cilën dëshmojnë ligji dhe profetët. Madje drejtësia e Perëndis nëpërmjet besimit në Jezu Krishtin për të gjithë e mbi të gjithë ata që besojnë, sepse nuk ka dallim, sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk e arrin lavdinë e Perëndis, por janë drejtësuar falas me anë të hirit të tij nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus, të cilin e paraqiti Perëndia si pajtimore nëpërmjet besimit në gjakun e tij, për të treguar kështu drejtësinë e tij për faljen e mëkateve që janë kryer më parë gjatë kohës së durimit të Perëndis, për të treguar drejtësinë e tij në kohën e tanishme, me qëllim që ai të jetë i drejtë dhe drejtësuesi i atij që beson në Jezusin. Ku është pramburja? Është përjashtuar. Nëpërmjet cilit ligj? Të veprave? Jo, por nëpërmjet ligjit të besimit. Ne pra konkludojmë se njeriu është i drejtësuar nëpërmjet besimit ndar nga veprat e ligjit. A është vallë Perëndia vetëm judejve? A nuk është edhe i kombeve? Po, edhe i kombeve, sepse ka vetëm një Perëndi që do të drejtësojë të rrethprerin prej besimit dhe të pa rrethprerin nëpërmjet besimit. A e shfuqizojmë pra ligjin nëpërmjet besimit? Kështu mos qoftë, përkundrazi e përforcojmë ligjin. Jeremia, kapitulli 41. Në muajin e 7 ndodhi që Ishmaeli, biri i Nethanjahut, biri i Elishamas nga fisi mbretëror dhe një nga funksionarët e mbretit, erdhi me 10 njerëz te Gedaliahu, biri i Ahikamit në Mitspa dhe hëngrën bashk. Pastaj Ishmaeli, biri i Nethanjahut, u ngrit me 10 burra që ishin me të dhe goditen me shpatë Gedaliahun, birin e Ahikamit, biri i Shafanit. Kështu ata vranë atë që ishte caktuar nga mbreti Babilonis si qeveritar i vendit. Ishmaeli vrau gjithashtu tër judej që ishin me Gedaliahu në Mitspa dhe Kaldeasit, luftëtarë që ndodheshin atje. Të nesërmen e ditës që kishte vrarë Gedaliahun, kur ende askush nuk e dinte këtë gjë, ndodhi që erdhen disa nga Sikemi, nga Shilohu dhe nga Samaria 80 burra, me mjekër të rruar, me rropa të grisura dhe me prerje në trup. Ata mbanin në duart e tyre ofertat dhe temjanin që do të paraqitnin në shtëpinë e Zotit. Ishmaeli, biri i Nethanjahut, u doli përballë në Mitspa, duke vajtuar ndërsa po ecte. Kur i takoi u tha: "Ejani te Gedaliahu, biri i Ahikamit." Por kur arritën në mes të qytetit, Ishmaeli, biri i Nethanjahut, tok me njerëzit që kishte me vete, i vrau dhe i hodhi në mes të një sterne. Por ndërta kishte 10 burra që i thanë Ishmaelit: "Mos na vrit, sepse në fusha kemi rezerva të fshehura gruri, elbi, vaj dhe mjalti." Atëherë ai u përmbajt dhe nuk i vrau me vëllezrit e tyre. Sterna në të cilën Ishmaeli hodhi tër kufomat e njerëzve që kishte vrarë bashkë me Gedaliahun, është ajo që mbreti Asa kishte ndërtuar nga frika e Bashas, mbretit të Izraelit. Ishmaeli, biri i Nethanjahut, e mbushi me të vrarë. Pastaj Ishmaeli i çoi si robër tër ata që kishin mbetur nga populli që gjenden në Mitspa, vajzat e mbretit dhe tër popullin që kishte mbetur në Mitspa dhe mbi të cilin Nebuzaradani, komandanti i rojeve, kishte vendosur Gedaliahun, birin e Ahikamit. Ishmaeli, biri i Nethanjahut, i çoi si robër dhe u nis për të shkuar tek amonitët. Por kur Johanani, biri i Kareahut, dhe tër krerët e forcave që ishin me të mësuan tër të keqen që kishte bërë Ishmaeli, biri i Nethanjahut, morën gjithë njerëzit e tyre dhe shkuan të luftojnë kundër Ishmaelit, birit të Nethanjahut, dhe i gjetën pranë hauzit të madh që është në Gabaon. Kur tër populli që ishte me Ishmaelin pa Johananin, birin e Kareahut, dhe tër krerët e forcave që ishin me të, u gëzua. Kështu tër populli që Ishmaeli e kishte sjellë si rob nga Mitspahu, u kthye dhe shkoi u bashkua me Johananin, birin e Kareahut. Por Ishmaeli, biri i Nethanjahut, mundi t'i shpëtoi Johananit bashkë me 8 burra dhe shkoi tek amonitët. Atëherë Johanani, biri i Kareahut, dhe gjithë komandantët e forcave që ishin me të, morën nga Mitspahu tër pjesën e popullit që ishte rimarrë nga Ishmaeli, biri i Nethanjahut, mbas vrasjes nga ana e tij të Gedaliahut, birit të Ahikamit, luftëtar trima, gra, fëmijë dhe unuk që ai kishte sjell nga Gabaoni. Ata u nisën dhe u ndalën në Geruth Kimhan, që ndodhet në afërsitë e Bethlehemit, për të vazhduar më pas udhën për të shkuar në Egjipt për shkak të Kaldeasve, sepse ata kishin frikë për tyre, meqense Ishmaeli, biri i Nethanjahut, kishte vrarë Gedaliahun, birin e Ahikamit, që mbreti i Babilonis kishte emëruar si qeveritar të vendit.
Psalmi 17. O Zot, dëgjoj një çështje të drejtë. Dëgjoj me vëmendje britmën time. Dëgjoj lutjen time që nuk vjen nga buzë mashtruese. Ardh mbrojtja ime nga prania jote. Sytë tu pafshin ato që është e drejtë. Ti e ke hetuar zemrën time. E ke vizituar natën. Më ke vënë në provë dhe nuk ke gjetur asgjë. Kam vendosur të mos më katoj me gojën time. Për sa u përket veprave të njerëzve, për fjalën e buzëve të tua, jam ruajtur nga rrugët e njerëzve të dhunshëm. Hapat e mi kanë qëndruar të sigurt në shtigjet e tua dhe këmbët e mia nuk janë lëkundur. Unë do drejtohem ty o Perëndi, sepse ti mi plotson, zgjat veshet e tu ndaj meje, dëgjoj fjalët e mia. Trego mirësinë tënde të mrekullueshme. Ti që me të djathtën tënde i shpëton nga kundërshtarët e tyre ata që gjejnë streh pranë teje. Më ruaj si beben e syrit, më mbulon në hijen e krave të tu, nga të pabesat që më shtypin dhe nga armiqt për vdekje që më rrethojnë. Zemrat e tyre janë fortësuar. Goja e tyre flet me arrogancë. Tani na kanë rrethuar, ndjekin hapat tan, na ngulin sytë e tyre për të na rrëzuar. Armiku im i përngjan një luani që digjet nga dëshira që të shqyej, dhe të një luani të vogël që rri në prit në vendet e fsheta. Qohu o Zot, bëj ballë, rrëzoje, çliro shpirtin tim nga i pabesi me shpatën tënde. O Zot, më çliro me dorën tënde nga njerëzit e kësaj bote që kanë pjesën e tyre në këtë jetë dhe barkun e të cilëve ti e mbush me thesaret e tua të fsheta. Bitë e tyre ngopen dhe u lën fëmijëve të tyre ato që mbetet nga pasuritë e tyre. Sa për mua, për hir të drejtësisë, do të shoh fytyrën tënde, do të ngopem nga prania jote kur të zgjohem.